të madhe në Xhilian sot ku Drita arriti edhe matematikisht ta siguroj titullin e 4 kampion. Në fakt po ndodh kjo për herë të parë që dikush ta siguroj 4 javë më herët titullin kampion në Superligën e Kosovës në futboll. Duhet jemi realist, për shumë kënd, ndoshta kjo ka qenë edhe e pritur, Drita kampion me plot merit, ka shfaq fytyrën e saj prej fillimit të kampionatit e deri më tash duke pasur shumë pak lëkundje në performancë, sa i përket pjesës organizimit, besoj që ajo nuk don koment, edhe unë normalisht që pa dashur m'ja mohu ato se çfarë kanë dhënë futbollistët, por edhe trajnerin, kisha dashur që me i përgëzu anëtarët e kryesisë, cilët në vazhdimsi, domethënë për shumë vite, kanë arrit me konsolidu ekipin dhe me qenë aty pranë, duke shfaqur një stabilitet spori financiar, pasi që ndër faktorët kryesorë që unë mendoj që një skuadër për shumë kohë të ketë sukses është aspekti financiar, dhe ajo ka qenë domethënë pjesa determinuese ku Drita është prit që do të ketë suksesi, pasi që është vështirë. Financat i kanë pas në rregull disa tjera, nuk është vetëm Drita ka qenë në rregull me financa. Po tash Drita ka qenë ndër ato ekipe të cilat ka pas stabilitet financiar. Normalisht që nuk janë vetëm financat, po edhe forma se si është menaxhu, se si kanë rekrutu individ të cilët vinë nga fusha dhe e njohin fushën, sepse është interesant të potencohet, sepse ndoshta nuk ka mundësi që futbollistët të motivohen në forma tjera përveç se aspekti financiar, ka disa nga ata cilët e dojnë klubin, disa nga ata që luajnë për qytet, mirë, po në afat gjatë, futbollistët ecin, si me thonë, si thot populli për peni, edhe është vështirë e menaxhueshme. Po është domethënë asa Aristotelin me gjuhë bejvore se një motivan në rast se nuk kanë financa, është shumë e vështirë. Po